doja ta pyesja zonjën ndonjë recetë vere çfarë sugjerojnë familjet gratë të cilat bëjnë ato kombinimet fantastike të tyre dhe diskutimet që kanë me njëra tjetrën Albana janë shumë interesante. Unë i shtova këtë, bëra dhe këtë tjetrën, provoje, po më doli shumë e shishme, kështu që mua bete grash edhe gatim. Edhe mirë bëjmë. Kemi kajsit tani në fund. Që do bëjmë me kajsit? Pse do ta quajmë kajsin fruti i verës? Si në gjendje të thatë, si në reçel, si në komposto, si në smoothie, kështu si është si frut siç e konsumojmë. Ka shumë arsye për ta konsumuar, sepse ka shumë fibra, ndihmon tek tretja, tek tensioni, ka shumë kalium, ka vitamina C dhe shumë e mirë për lëkurën. Unë preferoj dhe kam një truk kur i zgjedh kajsit. Unë i zgjedh, pash njërën, që të kenë kështu pika të kuqe. Kjo me pika të kuqe, ndoshta nuk duket mirë, këto janë më të mirat. Nuk e kam shpikur unë këto, ma kanë sugjeruar. Po, patjetër që po. Albana do ta bëj reçel tani, ta mi presim telefonatën. Përshëndetje. Alo, mund marr pjesë? Po zotri, ju përshëndesim. Si jeni? Faleminderit. Si jeni ju nga po telefononi? Do të përshëndet Vjollcën që ka nga Fusharzi. Nga Fusharzi po telefononi. Këtu jam unë, Niki dhe Albana. Yes. Po na dishnit? Përshëndes këtë Vjollcën që ka emrin e nusës time. Mori Vjollca që qele në saksi. Këndon Albana. Oj lule Vjollc. Tani, mirë, tani shikue si janë këto pak popullsi kemi, kaq emisione të njëjta të ngjashme sa janë këtu me kaq pak popullsi. E përshëndesim gjithashtu zonjën Vjollca për telefonuesin që telefonoi nga Fusharzi dhe i kujton gruan më ku ka më të shtrenjtë se gruaja tani, pse? Dgjoj. Duam figurat e ekranit janë figura vërtet të vlerësuara dhe normalisht zonja Vjollca ka lënë gjurmë, edhe po lë gjurmë akoma në kuzhinë, që kështu një përshëndetje. Një përshëndetje me reçel kajsie. Për të gjithë që po na ndiqni, edhe që keni pirë kafen, edhe që jeni duke menduar për gatimet tuaja, ku ka më mirë se të gatuani në shtëpi. Nuk mora vesh sot një recetë nga ju. Shpresoj që telefonata e radhës të ma japi një recetë vere. Përshëndetje. 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 Kë kemi në linjë? Përshëndetje. Kadife. Përshëndetje, zonja Kadife. Nga po na telefononi? Nga po na telefononi nga Tirana? Nga? Nga Tirana. Ishi duke në ndjekur, të pëlqyen recetat sot? Cila nga recetat të pëlqeu më shumë? Më pëlqen do tani dhe tu jam të këto recetat me zarzavate. Po? Çfarë gatuan sot? Zarzavate ka të stinë, të mira. Po. Çfarë ke gatuar sot ti për drek, ose çfarë do të gatuash nëse nuk e ke përgatitur ende? Patlıcan të mbushur. Patlıcan të mbushur. Me mish të grirë, me oriz, apo thjesht? Pa. Ju bëft mirë. Me pak oriz, me pak buleskat, me aromat, Po, e konsiderojmë recetë vere. Nga tava e kosit me mishin e qingji që kishte ngelur nga kurbani, si që tha zonja, tek patlıxhanët, dhe mbyllim me këtë pamjen e kajsive, se do bëjmë reçelin tani dhe në ditët në vijim do t'ja u tregojmë pastaj përfunduar. E lëmë të tillë, po të duam ne, edhe në tavë kalojmë, shem sheqerin, masën, dhe në fund fare një pjesë sheqerit të lehtë. E lëmë një nxehtësi shumë minimale. E lëm mbi 3 orë, avash, jo sa të bëhet që legu dash, po derisa ne të kemi një masë të duhur, pra shkrina i sheqeri. Edhe e të dukshme. Me shumë dashuri për reçelin e kajsive. Ju përshëndesim nga kuzhina jonë dhe ju pres pas pak në Reze Dielli. Të lumshin duar. Faleminderit. Qemi pas pak bashkë.